Kam një mesazh për kryetarin e Partisë Socialiste, për mikun ton të shtrenjtë dhe të dashurin Edi Rama. Doja t'i thoja këto. Zoti Edi Rama, supremacia e përfituar në kushte dhe në rrethana të meritave individuale është sublime, është e shenjtë dhe duhet respektuar nga gjithë shoqëria, nga gjithë komuniteti. Por supremacia e fituar nga kontributi i shumë njerëzve së bashku, i një komuniteti të caktuar, është merit e të gjithëve. Sigurisht që në krye të një barrikade ose në krye të në drejtimin e një anije duhet vendoset dikush që vlen, dhe ti vlen, dihet. Por ama, supremacia jote, pushteti që t'i jep pozicioni partjak si kryetari Partisë Socialiste, nuk besoj se do të duhet të jetë e drejt ideja se kjo supremaci është legjitime. Kështu që, në këtë kontekst, unë do doja daja dy mendime. Kryetarokracin dhe mushkën e liderit. Tani, sa i përket kryetarokracisë, dihet që në partitë politike shqiptare, kryetarët vendosin gjithçka. Siç vendos Sali Berisha në krahun e vet, ti vendos në krahun tonë. Por ama kjo anije e madhe që quhet Partia Socialiste, të cilën të kemi lënë ta drejtosh, nuk është jetime dhe nuk është në, si me thënë, në mëshirë të egove dhe të dëshirave personale të një individi, sepse është produkt i shumë sakrificave prej dekadash, dhe duhet drejtuar me autoritet, me përgjegjësi, dhe mbi të gjitha me vetdije dhe ndërgjegje të plot se si hipen në këtë anije, se si kjo anije po të mban dhe po të lë të drejtosh për kaq vite, e tjerë. Pra, duhet dalë te konkluzioni që në raste historike, kur kombi ka nevojë për lider të cilët duhet të drejtojnë, përgjegjësia është shumë e lartë, është shumë e madhe, është historike. Sa i përket mushkës së liderit, referuar shprehjes ku të çon mushka, besoj se ti po na çon shumë bukur, apo e drejton anijen shumë bukur, drejt Bashkimit Evropian. Por të mos ecim në Bashkimin Evropian me logjikën e fitoreve të pirros, ku të na vdesin gjysma të ushtarëve rrugës dhe gjysma e gjysmës të jenë të pa aft që ta drejtojnë Shqipërinë mbas Bashkimit Evropian. Sepse ajo shpreha të bëhet ç'të bëhet, mbas vdekjes sime inshallah shuhet gjithçka, mbas vdekjes sime ose mbas largimit tim politik, kuptimi figurativ, nuk shkon në rastin konkret. Partia Socialiste do të vazhdojë të mbijetojë edhe mbasi të largohesh ti, zoti Rama, nga drejtimi i saj. Dhe kjo ju shërben brezave, i shërben të ardhme son, se vërtet në Bashkimin Evropian do të futemi. Po ky nuk është afati i fundit frymor i shqiptarëve, që po vuajnë 35 vjet. Shqiptarët duan të jetojnë dhe më shumë. Do thoni ju kush janë shqiptarët? Ne na iku koha, po janë fëmijët tanë. Janë niprit, janë stërniprit tanë
të cilët duhet të gjejnë një terren politik të qartë, të pastër, të pa komprometueshëm me të keqen, me krimin, me korrupsionin e tjerë. Pra, teoria juaj që të heqim stekat e vjetra ose senatorët nga listat e garantuara, më duket pak e nxituar. Dhe të sjellim tani në fund të fitores, në radhë dhe në podiumet e larta të saj, njerëz pa kontribute. Edhe kontributi, se e kam vënë shpesh në fjalimet tuaja zoti Rama, që kontributet ju fusin një tmerr, ose ju nuk di, ose xhelozoheni, nuk e di, por kontributet është mirënjohja, është sakrifica, të cilat duhet të vlerësohen. Nuk thash të vlerësohen me para, as me vende pune, por në mënyrë honorifike duhet të vlerësohen të gjitha kontributet e të gjithë socialistëve që kanë punuar dhe e kanë mbajtur gjallë këtë anije të fortë që po e çon Shqipërinë në Bashkimin Evropian. I vetëm mund të bësh gjithçka, por mund të mos bësh asgjë. Pra është kjo anije e madhe që ne të kemi dhënë në dorë, të kemi vot besuar, nuk flas personalisht, po flas në emër ose mendoj se mund të jetë mendimi i shumicës e socialistëve që vlerësimi i figurave të vjetra të Partisë Socialiste, atyre që janë të pa inkriminuar dhe të pa kontestuar, qoftë nga opinioni publik, qoftë dhe nga opinioni ligjor, duhet të jetë i vlerësuar dhe duhet merret në konsiderat. Këtë mendim kam, zoti kryetar i Partisë Socialiste, i nderuar Rama. Me gjithë respektin, vlerësoj se po nxitohesh, po ke kohë deri në orën 19 mbrëmjes sotme të reflektosh se figurat e vjetra nuk janë e keqja jonë, po janë një aset që duhet të ruajtur me shumë kujdes, se nëse nuk dim nga vim, atëre nuk dim as kush jemi dhe as ku do shkojmë. Kaq kisha. Përqafime dhe uroj sukseset gjithë socialistëve në këtë parafushat elektorale.